Bashkia e Korçës është duke menduar ndërtimin e një pallati të ri me qira sociale që do i vinë në ndihmë familjeve të pastreha, të cilat kanë edhe vështirësi ekonomike për të paguar qirat e banesave në treg të lirë. Investimi pritet të kryhet përmes fondit publik të banesave sociale. Ky fond është siguruar nga ndërtimet mbi 2000 metra katror, të cilat sipas ligjit duhet vënë në dispozicion 3% të hapësirës për fondin publik të banesave, çka mund ta bëjnë në vlerë monetare apo edhe në banesa. Kryebashkiaku Sotiraq Filo në mbledhjen e Këshillit Bashkiak tha se pritet që së shpejti të nisë ndërtimi i këtij pallati. Kemi një fond të grumbulluar nga vitet e kaluara në masën 48 milion lekë të reja, ndërkohë që parashikimi për këtë vit është 26 milion, pra në total do të jenë diku 74 milion lekë të reja, ndërkohë përdorimi do të jetë sipas përcaktimit ligjor, pra në funksion të strehimit social. Kam tepër mundësi që të financojmë ndërtimin e një banese të re me qera sociale. Në qytetin e Korçës aktualisht janë 3 pallate të ndërtuara disa vite më parë, të cilat strehojnë një numër familjesh që kanë të ardhurat të ulta nëpërmjet një pagese simbolike të qiras mujore.